Na kanë detyruar të dalim në rrugë. Përfitimet e tyre në kurrë studenta nuk. Menaxhmenti ka shpërfillë gjitha kërkesat tona. Të ulur pranë tavolinës me 2 laptop para objektit të qendrës së studentëve në Prishtinë kanë protestuar 3 anëtarë të organizatës jo qeveritare Iniciativa Studentore për Inovacion, SIN 68, të martën më 11 mars 2025. Ata thonë se nuk kanë asnjë hapësirë në këtë qendër që mund ta shfrytëzojnë për realizimin e aktiviteteve me student. Në vend të hapësirave për student kemi zyra administrative, hapësira komerciale dhe dyer të kyçura. Rrjedhimisht na kanë detyruar të dalim në rrugë për të mbajtur aktivitetet tona. Kjo nuk është hera e parë që studentët ngrihen për të drejtat e tyre. Më 11 mars 1981, studentët e Universitetit të Prishtinës protestuan për liri. Sot ne po përmballemi me një tjetër formë shpërfilljeje. Nuk na japin hapësirën për të menduar, për të bashkëpunuar e për të krijuar. Na duan pasiv në përkafenet të qytetit dhe pa mundësi për të zhvilluar mendimin kritik dhe kreativitetin tonë. Por studentët nuk do të heshtin. Nëse nuk na lejojnë hapësira brenda, ne do të marrim rrugët. Nëse na mbyllin dyert, ne do të vazhdojmë të krijojmë, të organizohemi dhe të kërkojmë atë që na takon. Menaxhmentit të qendrës së studentëve kemi dërguar disa emaila ku kemi kërkuar hapësira për mbajtje të aktiviteteve. Menaxhmenti ka shpërfillë gjitha kërkesat tona. Kemi dërguar email edhe te sekretari i Ministrisë së Arsimit. Asaj nuk ka këtë përgjigje për neglizhencën e menaxhmentit të qendrës së studentëve. Ne nuk e dim a ka hapësira, nuk e dim për me atë sa dim, salla e konferenca që është këtu prapa nesh ku ne kemi mbajt aktivitetet në të kaluarën është kthyer në zyrë dhe përdoret për Agjencionin e Akreditimit të Kosovës, edhe sipas informacioneve që ne i kemi, amfiteatri i hapur që është aty ku ne kemi mbajt shumë aktivitete tradicionale deri më sot, kemi marrë informacione që do të renohet dhe do të kthehet në konvekt për banim. Organizata SIN 68 e ka një hapësirë të vogël që ne kemi kthyer dhe kemi në shërbim, kemi qujtë këndi aktivizmet. Ne aty mbledhemi edhe koordinohemi për krejt aktivitetet që kemi, po hapësira është shumë e vogël për mja akomodu nevojat e përgjithshme të studentëve, që ne prej herave të kalume, pjesëmarrjes të kalume kemi pas deri 100 student në hapësirat mbyllura, kurse deri në 600 student në hapësirat të hapura, sikurse tek amfiteatri. Personalisht nuk banoj në konvekt, por shumica anëtarëve të organizatës banojnë në konvekt. Menaxhmenti i qendrës së studentëve deklaroi se janë në shërbim të gjithë studentëve banues në konvikte. Sipas tyre, ata që protestuan nuk janë banues të konvikteve. Një organizatë jo qeveritare që ka bën një kërkesë që kanë 3-4 student, ata nuk janë as banues këtu, asaj që ka bën një kërkesë më herët nuk është student mas pare. Edhe na jem për më shërbyer këty në student, parlamenti studentëve, edhe organizata studentore, të cilat i përfaqësojnë studentët, na kemi bashkëpunim shumë mirë, edhe çdo herë, çdo kërkesë e tyre është të na pothuajse çdo herë e realizuar. Diçka jashtë studentëve, më dhon hapësirë secilit kush do nevojë që më ardh, që përfitojnë ata jashtë. Përfitimet e tyre në kurrë studenta nuk kemi pa të arsyeshme më dhon diçka. Puna e sallës që përmendën që është këtu në zyrë. Jo, këtu sallat janë, kjo është administratës, nuk është për studenta. Për studenta kemi sallën e tetori, menxën, gjitha konviktet, sallat e sportit, mbrana në borën e konviktit, këtu i kemi në. Për pretendimin e kiqmarit se amfiteatri hapur në qendrën e studentëve do të kthehet në konvekt, Rudari tha se nuk është në dieni. Ai sigurisht e din që thonë nuk e di. Ka marrë atë info kas. Ky është amfiteatër ai, nuk e shohim tash në të ardhmen. Na kemi lojrat mesdhetare 2030, të cilat kanë më bëj investime shumë të mëdha këtu. Mirë, po konkret diçka nuk kemi ende se nuk varet pe qendrës studentëve. Në lidhje me pretendimet e protestuesve, Kallzo.com ka kontaktuar Ministrinë e Arsimit, por deri në publikimin e kësaj storje nuk ka pranuar ndonjë përgjigje.